Të dashur qytetarë të Strugës, të nderuar përfaqësues të mediave, të respektuar miq, bashkëpunëtor dhe dashamirë, me përgjegjësi dhe ndjenjë të thellë përgjegjësie qëndroj sot para jush për të ndarë një vendim të rëndësishëm, vendim që kam marrë pas shumë reflektimesh, bisedash të sinqerta dhe kërkesash të drejtpërdrejta nga shumë prej jush. Sot, zyrtarisht e shpall kandidaturën time si i pavarur për kryetar të komunës së Strugës. Nuk është një hap që e kam ndërmarrë kokë më vete, por është një vendim që më është kërkuar për çdo ditë. Thirrje nga bizneset lokale që kërkojnë një orientim më të qartë të qytetit. Thirrje nga të rinjt që duan të qëndrojnë në vendlindje. Shtytje nga qytetarët e zakonshëm që nga unë kërkojnë guxim për të kandiduar dhe menaxhuar me qytetin tonë, me përgjegjësi dhe përkushtim. Si strugan, u përgjigjem këtyre thirrjeve dhe këtë obligim po e marr me besim të plotë. Jemi qytetarë të këtij qyteti të bekuar. Për Strugën veprojmë dhe jetojmë. Çdo sukses personal që e kam arritur, ja dedikoj njerëzve të këtij qyteti. Ndihemi nderuar, por më duhet të pranoj se ky vendim është një ndër sfidat më të mëdha që kam pranuar ndonjëherë. Por edhe ndjesia që fitohet nga qytetarët e këtij vendi tregojnë që ndryshimi është më së i nevojshëm dhe jetik për Strugën. Nuk vij këtu si një shpëtimtar, sepse Struga nuk ka nevojë për heroj. Struga ka nevojë për punë të ndershme, për drejtim të urtë dhe për guxim që të ndryshojmë atë që nuk funksionon. Vij këtu si njeri me përvojë në ekonomi, me vizion të qartë për zhvillimin e merituar që kërkon qyteti ynë. Kandidaturën që po e shpall sot nuk është garë për pushtet, nuk është luftë kundër askujt. Është vetëm një thirrje për bashkim për të gjithë ata që ndajnë të njëjtën ëndër për Strugën. Struga ka qenë gjithmonë frymëzim dhe forca ime. Projektet dhe idetë që do t'i shpalosim gjatë ditëve në vijim të bazohen në 3 rrafshe: transparencë dhe drejtësi për të gjithë, zhvillim të qëndrueshëm dhe investim në infrastrukturë, në fushën e arsimit dhe kulturës, rini e sport, përfaqësim të ndershëm dhe dialog të hapur me çdo qytetar. Me ndihmën tuaj, sot para jush zotohem se do të jem gjithmonë i drejtë, i hapur dhe i përkushtuar për ta bërë Strugën qytetin më të bukur, më të zhvilluar, më të pasur me mundësi jetese për të gjithë. Prandaj, u bëj thirrje qytetarëve dhe afaristëve, shoqatave të ndryshme, historianëve të burgosurve politik, studentëve dhe intelektualëve, organizatave jo qeveritare, shoqatave që kujdesen për personat me aftësi ndryshe, sportistëve dhe artistëve, gazetarëve, partive politike dhe forumeve rinore, si dhe çdo individi, pa marrë parasysh përkatësinë fetare, etnike apo partijake, që beson në të ardhmen e qytetit të më mbështes për Strugën. Zoti e bekov Strugën dhe të gjithë qytetarët e saj. Ju faleminderit.